Përroji i Vidishtës në bashkinë Roskovec është kthyer në vend grumbullim mbetjesh dhe kolektor për ujërat e zeza që ndodhin fshatrat Vidisht, Kuman dhe Marinës. Për shkak të ndodhjes, ai është kthyer në një burim infeksionesh dhe vatër insektesh e mushkonjësh. Pranë përrojit ndodhen qindra banesave të fshatrave që përshkon dhe banorët janë të rrezikuar për shëndetin nga infeksionet. Sipas tyre, gjendja është alarmante dhe situata përkeqësohet çdo ditë me rritjen e temperaturave, por insektet dhe mushkonjat janë shtuar ndjeshëm. Banorët thonë për televizionin Apollon se Bashkia Roskovec si përgjegjësi kryesor dhe sektori i mjedisit dhe higjienës nuk po japin zgjidhje konkrete, edhe pse problemi është denoncuar disa herë në media nga banorët. Infektuar tëra me ilaçe, dhe këto dhe projë tëra, ju se janë. Duhet pastruar, se si pastrojnë ato. Kemi edhe kanal këtu, edhe kanali ka ujë, ka mbetërina. E nisën pastrimin edhe se pastrohen sakt. Ai duhet pastruar. Jo ta linin gjysmë, ban një krah kanalit që se ban. Behari po vjen. Proj ka shumë infekcione, do disinfektuar, pse s'bën. Po pati mos si bashkia të na ndihmojë me këtë proj me disinfektimin. Ky është kanali që derën ujë të zonës. Dhe ky do të dezinfektuar se s'bën, sepse është vendi infeksionit për njerëz, fëmijë, për fshatarët. Dhe do marr masa urgjente për këtë punë. Marr masa bashkia të ta bëjë, se për pastrohet ky po të paktën të dezinfektohet nga mishkonja se është burim infeksioni. Ata i bëjnë thirrje Bashkisë Roskovec, e cila sipas tyre të njoh nga afër situatën dhe të marrë masa të menjëhershme për pastrimin dhe dezinfektimin e përrojit, pasi sipas banorëve gjendja e rëndë është denoncuar, por ende s'ka zgjidhje. Bashkia Roskovec dhe sektori i higjienës duhet të ndërhyjnë urgjent për pastrimin dhe dezinfektimin e përrojit të Vidishtës, pasi shëndeti i fëmijëve nuk pret. Kjo, thonë ata, është detyrimi i pushtetit lokal ndaj komunitetit taksa pagues për të mbrojtur shëndetin e tyre.